Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Allahun azza wa jalla lavdrojmë, ata falenderojmë dhe madhrojmë. E falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë, mëshirëplotin, mëshirbërësin, sunduesin e ditës së gjykimit, ndërsa salavatet dhe selamet i dërgojmë pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut azza wa jall, sonte do të marrim një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të folur disa fjalë në lidhje me të. Është fjala për hadithin të cilën transmeton Auf bin Malik al-Ashja'i, tregon se kam shkuar në luftën e Tebukut te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte i vendosur i stacionuar në një tend për lëkure. Dhe i kërkova leje atë hy. Tha, hyn. I thash, i tëri, apo veç që i thimni me shti kokën, nëse sigurisht ka qenë tend kur luftë edhe e vogël. Thot, i tëri. Edhe i tregon një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasat që i hyn, ai thot, numëroj 6 gjëra para se më ardh kiameti. Edhe ka filluar me i cek ato shajat të kiametit, edhe ka thonë vdekja ime, dhe më thonë e para, e dyta çlirimi i Jerusalemit Kudsit të sotshëm, e treta thot një vdekje i cila ju godet në mënyrë masive, ashtu siç i godet dergja delet kur dhe më thonë vdesin edhe ato me shumicë. Masandej thot e katërta, shumohet, shtohet pasuria, sa që në qovë se jepet njeriut 100 dinar, prap jetë i hidhruar dhe i zemruar, se së mdhe bëllë. Masandej thot është një sprov, një fitne, kjo është e pesta, e cila nuk lem shpit të arabëve vetë se ku me hinë të. Edhe e gjashta, thot masandej ka me qenë një paqe, dhe më thonë mes juve dhe romakve, dhe më thonë të krishtert, tash përëndimorët e sëtë shumë. E mas kësajna ata tradhtojnë dhe mashtrojnë, si që është zakon e tyre, e vinë t'ju luftojnë me 80 flamoje. Në secilin flamur është dhe më thonë një ushtri pej 12.000 vetëve. Kjo është hadithi që e ka treguar këti shokut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë për para se me hi me e treguar një nga një për këto shenjat kiametit që ka folur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kisha pas që vetëm me treguar një realitet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka informuar për to, e që të gjithat janë çështje që ka përlajmëruar se të ndodhin. Përveç vdekjes tina që dhe më thonë çdo njeri ku me vdek, dhe më thonë çlirimi i Kudsit, vdekja në formë masive, shumimi i pasurisë dhe shtimi i saj, këtë kanë qenë dhe që kanë mujtë me ndodhë dhe s'kanë mujtë me ndodhë. Mirë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka informuar i bindur në atë që duke thënë, e ashtu si që ka informuar ka ndodhur, e kjo është edhe një prej shenjave të pejgamberllëkut të tij, me treguar se ky njeri nuk ka folur për menjes e tina, nuk ka folur dhe më thonë sene hamensime, mirë po ka folur atë që e ka shpallur Allahu azza wa jall, e tha shumica prej tyre ka ndodhur, ndoshta vetëm kjo e fundit ajo paqja dhe më thonë mes muslimanëve dhe krishterëve akoma nuk ka ndodhur, se këto tjerat po thuajse të gjitha kanë ndodhur. Pra, kjo është e para që me kuptuar se realisht shajat e kiametit për cilat ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë edhe një argument
mbi pejgamberllëkun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk fol vetëm atë që ka frymzuar Allahu azza wa jall. Shehën e parë që ka cekë të kiametit ka thonë është vdekja ime, nga se nuk ka fatkeqësi më të madhe për besimtarët se vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregon Enesi radiallahu ta'ala anhu se atë ditë që ka hi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Medine, është ndriçu çdo sen. Mirë po atë ditë që ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka marrë zymtësinë edhe errësirën e tërë Medinja dhe çdo gjë që është në të. Edhe si kemi fshihë të durt që kemi varrosur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vetëm se zemrat tona kanë ndryshuar, nuk kanë qenë ato të njëjtat të cilat kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e kanë pasur butësinë, nuk e kanë pasur afërsinë, nuk e kanë pasur qëndërsinë, sikur kanë qenë, domethënë, në prezencë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë Fatimi radiallahu ta'ala anha i thashtë shokëve të tij Enesit, thotë që jetojmë ne, aja u bajti shpirti me qitë dhe mi trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aja u bajti zemra me bani gjatë të tillë, se njeri më të dashur për neve muslimanët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas, edhe nuk ka, edhe thjesht dërgimi i tina ka qenë shpëtim për njerëzimin, në veçanti ne që kemi besuar, mirë po edhe vdekja e tina ka qenë prej fatkeqësive më të mëdha që e ka goditur këtë ummet. Tregohet një hadith tjetër se pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me tregu se çka është kjo fatkeqësi, se nëse tregoj se vdiq pejgamberi u rsu krejt, zemrat tona ndryshuan. Mi po tregoj një hadith tjetër që tregohet se Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thot Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, Omer, a shkojmë me vizitojmë Ummu Ejmen, ka qenë një grua vjetër që pejgamberi më ka pas tradit me vizitu. Edhe kur shkon me vizitu, ashtu si që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo po qanë. E për thotë Abu Bekri, po pse po qanë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka më mirë te Zoti ku shkue, në shoqërinë e ku ashtë. Thotë nuk jem të qajtë për atë punë se s'pe di që aje ka më mirë te Zoti edhe në shoqërinë ku ashtë. Mirë po jem të qajtë në farforme për neve se me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u shkput kontakti mes tokës dhe qiellit. S'ka më marrë Gjebrili me pru Kur'an. S'ka më marrë Gjebrili me i tregu bënja kështot, a shtot e kanë domethënë në komendohet kështot e kështu me radhë, apo mos pajtimet ose çështjet që kanë pas nevojë përgjigje që faktikisht i kanë munduar dhe i mundojnë muslimanët me i dhonë zgjidhje. Ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është mbyll dera e qiellit, edhe thjesht nuk kem më kontakt me Xhibrilin edhe me mësimet nga Allahu përveç asaj që na ka dhënë Allahu azza wajal në tokë. Për atë vëllezër të nderuar e sheh edhe Omer radiallahu ta'ala anhu kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe trishtimit të madh që e ka kap, ka thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vdek, ka shku si Musa te Zoti i tina me pranuar diçka nga ai për shpalljes e do të kthehet. Deri se ka ardhur Abu Bekri ka thonë kush e ka adhuruar Muhammed, kush e ka pasuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka vdek, ndërsa ai cili e ka adhuruar Allahun azza wa jall, domethënë ai është i gjallë edhe nuk vdes kurrë, edhe ka lexuar domethënë ajet kuranor që tregon këtë realitet, e tregon ata që e kanë dëgjuar këtë ajet kuranor nga domethënë Abu Bekri, se sikur pe dëgjojmë për herë të parë këtë ajet se kemi ditur domethënë më përpara. Pro çështja e parë, shaja e parë e vdekjes domethënë e para kiametit që ka cekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith është vdekja e tina, e që ka ndodhur. Shenja e dytë është çlirimi i Kudsit, çlirimi i Palestinës, çlirimi e Jerusalemit, aty ku është domethënë Mesjidul Aqsaja, e cila ka ndodhur praktikisht ashtu siç ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetuar 10 vite në Medinë. Fillim vitit 19 ka ndruar jetë. Në vitin e 16
që e bi parafërsisht mas 6 vite vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është qiru ky Kudsi i sotshëm. Edhe ka qenë vet Omer radiallahu ta'ala anhu ai i cili ka shkuar dhe i ka pranuar çelëzat e qytetit, edhe dihet ai rasti, domethënë kur është afruar dhe si është shkuar Omeri me një shërtor të tina, me një kafshë të udhimit të thjesht normale, saqë në hyrjet të Jerusalemit ka qenë një pellg me ujë, i ka marrë nallet e veta, i ka shtirë në rsetull, edhe kam zbathur, ka zbritur për asaj kafshë, edhe po ecën ata ujë, edhe po i thotë Abu Ubejde, i cila realisht ishte udhëhec i ushtrisë islame në atë vend, thotë ja Amirul Mu'minin, o udhëheci i muslimanëve i besimtarëve, me të pa këta tjertë, dhe më thonë që çfarë gjendje po hin, i thotë sikur të kishte thonë dikush këtë fjalë Abu Ubejde, neve në ka ndëruar Allahu azza wajal me islam, e në qofë se kërkojmë, a dhe më thonë krenarinë dhe nderin dikon tjetër, Allahu azza wajal këmë në për ullu dhe për buzër, fatkeqësisht ashtu si që ka ndodhur. Kur e kanë pas islamin, Allahu azza wajal edhe ju ka bërë që me ra perandëria Bizante, edhe perandëria dhe më thonë persiane. Kjo një kohë shumë shku në kohën e sahabëve, se mas andaj faktikisht është zgjeruar islami, është zgjeruar kur e kanë jetësuar Kuranën e Sunetin, e kur kanë punuar me shariat derisa kanë ardhur në Spanjë, e derisa kanë shkuar në Kinë, e derisa kanë ardhur tek tash to shtetet që quhen si Republika Sovjetike, e deri në fundat e Afrikës, krejt kur kanë punuar me islam, i ka barë Allahu azza me këmbë stok, të cilët i kanë udhëhequr tjertë, e kur ja kanë kthy Kuranit edhe shariatit edhe fesë Allahut shpinën, janë bë domethënë rob në tokat e tyre, e lusim Allahun azza wajal, domethënë që të na kthem në islam, nëse kthem të sinqert, me ne kthem me vëll, edhe të na kthem krenarinë në derën e që ti shijojmë ato begati që Allahu azza wajal na ka premtuar me to në këtë dynjë prej tyre, edhe çtrimi i Kudsit, nga se Kudsi për neve është jo vetëm emocionale, Kudsi për neve është iman, se është kible besimtarve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vjet e gjys kibën e ka pas Kudsin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do dhinë Isras dhe Mirajit është e lidhur me Kudsin. Aty është domethënë ngritur domethënë në qiell kur është domethënë është obligim namazi e shumë gjëra tjera që realisht lidhen domethënë me imanin tonë si besimtar dhe islamin tonë dhe Kudsin që realisht fatkeqësisht të gjithë kemi dështuar domethënë karshi domethënë atij obligimi. Ndërsa shaja e tretë që ka cekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një vdekje masive e cila i godet umetin tim ashtu siç i godet një lloj smundje delet, një lloj smundje, një lloj dergje që e prek moshrit edhe hund rrjedh prej tyre e hundëve që vdesin domethënë dhe ngordhen në formë masive delet. Edhe thot ashtu siç dodhen ajo smundje ron me ajo dergje ron që ju bjen kafshëve, ajo me i goditur edhe umetin tim. E thojnë dietarët realisht kjo vetëm edhe ka ndodhur nga se 2 vjet mas çlirimit Kudsit, praktikisht në vitin e 18 Hijri, është përhapur marrëtaja në mesin e besimtarëve në Sham, ku kanë vdekur vetëm për besimtarëve dikon 25.000 vetë, edhe ato në pyetje ditë kanë qenë. Prej tyre ka vdekur ky bash udhëheci i ushtrisë islame Ubejde ibn Jarrah, i cili ka qenë njëri prej 10 të pregëzuarve me xhenet. Ka vdekur Muadh bin Jabeli, ajo kodër e diturisë që kemi folur për biografinë e tij, e kanë vdekur edhe sahabë tjerë, pikërisht domethënë që jetojnë Taun, Amwas, marrëtaja e Amwasi është në qytet, në vend në lindje të Jerusalemit të sotshëm. Por thjesht edhe kjo pothuajse ka ndodhur. E katërta ka thënë se do të shtohet pasuria, saqë njeriu do të jipen 100 dinar, ai prap komë qenë i hidhruar. Shtohet pasuria e realisht vetëm shtohet qysh pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thash kur është ra Persia, kur ra Bizanti, thjesht pasuritë e tyre vetëm në kaluar në dorë të muslimanëve dhe me zgjerim në shtetin islam në 4 ranë të botës,
faktikisht vetëm është bë shtimi pasurisë dhe bollëku dhe bereqetin në mesin e muslimanëve. Thjesht kjo ka ndodhur edhe ndodh, edhe do të ndodh edhe në të ardhmen, domethënë që do të ketë pasuri, bile ka ardhur domethënë kohën e Isës, domethënë që do të ketë pasuri aq shumë sa që të afrohet njeriu ajo pasuri ai nuk ka më marr. Kanë me thonë ose se merr për shkak se s'ka nevojë, ose domethënë ka me arë shaja tjera të kiametit, si për shembull domethënë zjarri i cili vjen nga Jemeni, i cili i njeh njerëzit domethënë me i quë ka jetë toka e ringjalljes edhe kiametit, faktikisht që realisht edhe më afro parë në gjendje nuk kanë më interesu puna e parë, mirë po ka me pas shumë pasuri, saqë njerëzve kanë më afru e nuk kanë me pranu. Kjo është kohën e Isës. Mirë po, këtu po fol këtë çajin që ku më ushtu pasuria, e thash ushtu edhe në kohën e Omerit, e sidomos kohën e Uthmanit, kur u zgjenua shteti islam, e u zgjenua kohën e Omer ibn Azizit, saqë thuhet realisht pe buxhetit shtetëror, në kohën e Omer ibn Azizit, edhe pse ka sundu 2 vjet e gjysmë, thjesht çka ka pas mirëqenie, çka ka pas begati, çka ka pas pasuri, që me të vërtetë u kanë vështirë me gjetë dikën i cili ka merituar me i dhon diçka. Për shkak se buxheti shtetëror, arka shtetit, kush do me bë haxh, le të vjen në ark shtetit, kush do të martu, le të vjen në ark shtetit, kush i ka punë ngusht, le të ofrohet dhe drejtohet arkut shtetit, kush ka borxhe, le të ofrohet arkut shtetit e kështu me radhë, që realisht ka qenë vështirë domethënë me gjetë njerëz që do të e pranojnë dhe ki çka ju jap. Mirë po, këtu po fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çaq shumë ku me pas pasuri të gjithë njerëzit, e kimi ja dhon diku në 100 dinar, e ai prap ku me kon domethënë i hidhruar. E thonë dietarët i hidhruar në 2 aspekte. Ose ku me kon i hidhrum se ka lakmin e tepërt, sa që thjesht sa do më i dhon atij ai zgjihet kurr, e që shumë fatkeqësisht është kjo është gjendja e njeriu, se thjesht sa më tepër me pas, ai që shka në hadith pejgamberit se me pas në lugin pasuri, ai nuk gopet, edhe dytën s'gopet, vetëm se gojen e tij në ngop dheu kur i bjen përmbi dhe varroset edhe në domethënë në tabot. Faktikisht njeriu e natyra e tij përveç atë se Allah azza ka ruajtur edhe mundohet me të trajtuar zemrën dhe lakmin që mos me i dhon domethënë shumë zemrës tina dhe apetitit tina, se realisht edhe në kohën tonë është që i afron domethënë njeriu edhe 100 euro, nështë $100, ose 100 franga, sene, faktikisht nuk t'i bën mall, thuse realisht nuk i dhe domethënë kur gjë, nështë jetë pak i hidhrum, pse kaq pak, apo sene, do është më dhonë më tepër, apo. Ose, thonë dietarët, ku me të hidhruar, se kënë më dhon është 100 euro, ose 100 franga, mirë po realisht çaq ku me pas inflacion, çaq ku me pas shtrajtime domethënë tjetës, saqë realisht gati s'krym punë me 100 euro domethënë që më është më dhon ose 100 rial ose 100 dinar ose 100 dirham kështu me radhë. Po këto 2 kuptime ka mundësi, ose jep ku me pas shumë pasuri, kemi ia dhon ai ku me kon hidhrum për shkak të lakmisë tepër se s'ku më do kurrë hiç, ose ku më dhon pasuri, mirë po ku me pas domethënë çmime të larta, shtrajtime, inflacione kështu me radhë që realisht edhe 100 me kon dinar, edhe 100 franga, edhe 100 euro realisht nuk kam me kon ndonjë pasuri që thjesht domethënë meriton ose ka mundësi me i kry punë diçka atina. Kjo është domethënë shaja e 4, shaja e 5 thot ka me qenë një sprov, ka me qenë një fitne e cila s'ku me lanë shtëpi të arabëve vetëm se ku me hinë të. Ka dikush thojnë se është fjala për arabët si arab e këtë nuk hinë domethënë ata të cët janë edhe qofse janë musliman nga jo arabët, domethënë shumica dietare thonë se është për qëllim edhe arabët edhe të tjerë, nga se realisht ka folë për arab, nga se i ka pas mas afërt edhe aty nuk ka drejtuar domethënë në rendin e parë, se për ndryshe nuk ka për qëllim arab, po janë përgjithsisht ummeti jon që realisht kanë mu ballafaquar me sprovë dhe me fitne, e cila s'ku me hije në çdo derë, edhe çdo shtëpi të muslimanëve. E fitnet kanë qenë të ndryshme, domethënë prej vrasjes domethënë Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu, mas andaj atij konfliktit mes Aliut dhe Muavijës, realisht ajo që ka qenë kulminacioni
i fitness ka qenë vrasja Uthmanit dhe konflikti mes Aliut dhe Muavijut, që realisht dhe praktikisht s'kan lënë derë edhe s'kan lënë shtëpi e arabëve edhe komunitetit të hershëm, vetëm se janë preokupu dhe i ka prek çështje. Disa komentojnë kështu, disa komentojnë që është fjala për gjithsesisht për fitnet e ndryshme të përçarjeve, të fraksioneve të ndryshme që realisht gati s'ka shtëpi që s'ka hije, edhe në atë kohë dhe ke vazhdon me kon ashtot, dikush në bazë të fiseve, dikush në bazë të racës, dikush pas ideve dhe ideologjive e grupacioneve që janë, tash nuk kanë shtuar edhe këto qëndrimet e partitë politike, veç realisht s'ka njëri të preokupuar edhe që s'kan hije këto fitne, këto sprova, këto përçarje që ne kanë tesh kokën edhe ne kanë lodh zemrën realisht me këto punë. E ka për i disave të shkohen bashkore, e thujnë se ndoshta është për qëllim për gjitho mediat, televizionet, internetet, telefonet, e kështu me radhë, sa që nuk gjenë shtëpi hiq, vetëm se ka diçka prej tyre, e që gjitha këto përmbajnë sprova dhe fitne dhe lajthitje dhe futin dyshime dhe intriga në zemrat e besimtarve. Ka dhe për i tyre që thujnë është fjala për parën si pare, kom dëgju një hoqët, është fjala për parën si pare, që është sprovë, nga se ne dim qëndrim në islamit për fotografin, se realisht në të shtëpi ku ka fotografin nuk hin me lachet. Kështu e kanë thonë edhe plesht, mirë po kjo është hadith e pejgamberit sallallahu, nuk jem në hëgjallar të ri që po i me diçka tre, mirë po ka qenë mirënjohur kjo punë, se realisht fotografit nuk janë pjesë e islamit, skulpturat s'janë pjesë e islamit, jo rastisht s'kan lënë shkencë pa zhvillu islami dhe muslimanët, vetëm me këtë çështje nuk janë merë. Dhe me këtë punë se kanë zhvillu. Edhe e këshën që gati kun nuk gjenë fotografi as pejgamberit sallallahu, as sahabëve, as njerëzve të devotshëm me kështu me radhë, nga se kanë ditë se në çështjen në fesë tonë, këtë çështje janë strikte të ndaluara. Mirë po këto paret tona që faktikisht po thuaj se nuk ka pare vetëm se ka fotografi. Edhe nuk ka shtëpi vetëm se ka pare në atë shtëpi. Që i bie praktikisht kjo sprovë dhe kjo fitne, skalon derë pa hije, të njerëzit. Edhe e gjashta, për mos me zgjatë shumë, tregon për një paqë që ndodhë mes krishterëve edhe besimtarëve. E ka ardhur në hadithe tjera që e kanë transmetuar, tash s'po du me shpjegu gjitha këto hadithe, vetëm që në formë në një verzion shkurtuar kisha cek, tregon se këta muslimanët me krishterët bojnë paqe dhe bojnë një aleancë kundër një armikut përbashkët edhe fitojnë ndaj atij armikut përbashkët, e pas fitores një prej krishterëve qohet dhe thotë se ka fituar kryqi, e aty muslimani reagon, se s'ka liftuar, s'fituar kryqi, po kemë fituar mendimin e Allahut Azza wa Jall, edhe ndodh konflikti, edhe thjesht mas andej ndodh tradhtia pe krishterëve dhe shkojnë dhe stacionohen, edhe bashkohen me 80 flamoj, çdo flamori ka 12.000 ushtar, që i bjen është parafërsisht një numër 1 milion ushtar, edhe vinë dhe i mësyn muslimanëve, në atë kohë del Mehdiu pe Medinës e udhëheq ushtrinë e muslimanëve, ballafaqohet me ta, edhe pse ata janë numër të madh, muslimanët triumfojnë edhe vazhdojnë të zgjerohen derisa të vinë prapë me çliru Konstantinopolin e sotshëm, Istanbulin e sotshëm, e vinë e çlirojnë edhe Romën, Vatikanin e sotshëm, e mas andej del halajmi se ka zbritur Dexhalli, e kthehen për të lindja mesme, duke kthyer, pasi që kanë filluar me kuptu se Dexhalli ka zbritur dhe të bë fesad të madh, atëherë zbret edhe Isa, alayhi salatu wassalam në Damask të minarja e barë, edhe e mbyt në Jerusalem Dexhallin, e mas andej del Jegjugje me Gjugje, e i thët Allahu e Isës që merrit besimtarët e tue edhe largohu turi si me ngjitur në kodër, se realisht nuk i mundësi me i rezistue numrit të Jegjugve dhe Megjugve. Kjo është shkurtimisht kjo fitnja e gjashtë e cilën e ka përmendur, vetëm se e kisha përmbyll këtë hadith me tregu se është njeriu mirë kajherë me fol për këto shenjat e kiametit,
se kiameti është hak edhe do të ndodh. Edhe shejat janë paralajmëruese se ka me ardhur kiameti. E përderisa ndodhen, e thash këto që i ka cekur hadithi 6 janë, po thuaj se vetëm se kje e fundit s'ka ndodhur, se gjithat ka ndodhur. 5, domethënë shejat tjera ka ndodhur, po s'kje e fundit domethënë nuk ka ndodhur akoma, që realisht duhet me ngrit vetdijen të besimtari edhe me kon më i kujdesshëm që më përgatitur për të Allahu Azza Jall edhe mos mu befasua, domethënë mos andej me thonë që valla erdh kiameti, se ka njerëz vetëm edhe të presin, e kur vjen ai mos andej bëhet vonë. Kjo është e para dhe e dyta që kisha pasur me përfunduar se çështja e kiametit të shejat e tina, njerëz ndohen 2-3 grupe. Grupi i parë që s'don me një edhe sot asaj dite për kiametin, e rrjedhimisht as për shejat e kiametit, se i mohen gjithë to, edhe domethënë ai është pabesimtar. Inshallah Zoti s'na takon me ta, s'na vën pe tyre. Grupi tjetër është i besimtarëve, të cilët besojnë me çdo gjë që është e fshehtë, alladhina yu'minuna bil ghaib, që ka ardhur në filmin e suratul Baqara, kur i ka lëvdruar për cilësitë besimtarëve se ata besojnë në atë që është e fshehtë, edhe qoftë ajo e ardhmë në rastin konkret edhe kiametin, edhe shejat paralajmëruese të kiametit. Mirë po, është edhe një grup tjetër që realisht janë musliman, e që realisht ndonjëherë këto shejat e kiametit zgjerohen shumë edhe i komentojnë ma tepër se që duhet, apo mundohen me i lidh me raste, me vende, me individ të caktuar, që realisht unë i ceka vetëm si mendime dietare për disa prej tyre, e që për ato as tani mos mush më ngul guren se ç'kjo është për qëllim. Thash se vetëm mendime kanë dhënë. E s'mush më thonë që ç'kjo është për qëllim saktësisht. E ka shumë njerëz, domethënë kur ndodh një konflikt, kur ndodh një luftë, kur ndodh diçka, veç e shet domone ka gjetë një hadith aty shehut kiametit edhe e zbetet çito e pas ka pas për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse kur kthehesh është se ndoshta nuk ka të bëjë asgjë me atë që ka thonë ai, mirë po, njeriu ka herë më tepër eksaltohet të i dhonë rëndësi shumë këtyre punëve e ikur edhe shmongur ajeteve, haditheve të qarta dhe fjalëve dietare, edhe i nxjerr shumë gjëra për konteksti. Pra thjesht ne besojmë në që ka na informuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe çështja e shehut kiametit tash është për argumenteve të pejgamberllëkut, mirë po i komentojmë ashtu siç e kanë komentuar dietarët, as duke mos i mohuar, mirë po as duke mos i dhënë kohje që nuk e kanë atë kohje. Lutim Allahun azza wajel që të na shton diturinë, të përgatitëm për atë ditë që ku dalim për Allahut azza wajel dhe dalim për kësaj dunjaje. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.